3 javë pas peticionit të dërguar në Bashkinë e Elbasanit ku kërkuan respektimin e distancës me zonës së banuar dhe sipërfaqes së planifikuar për varreza publike, një përfaqësi e banorëve të lagjës Emin Matraxhiu i është drejtuar sërish pushtetit lokal, banorët shprehen të zhgënjur dhe të tradhtuar, duke pretenduar se gjatë një takimi në terren me nënkryetarin Asim Sula, u ishte premtuar se do të ruhej një distancë prej të paktën 100 metrash nga zona urbane deri te territori i parashikuar për varrezat publike, por punimet në terren tregojnë të kundërtën. Ata theksojnë se nuk janë kundër projektit në vetvete, por kërkojnë që ai të zbatohet duke respektuar standardet dhe ndjeshmërinë e komunitetit. Banorët shtojnë se shtëpitë e tyre janë të legalizuara dhe se kërkesat janë minimale dhe të arsyeshme. Në datën 25 janar kemi fut me numër protokolli një ankesë në bashkim me firmat e gjithë lagjës. Edhe erdhi dhe vetë nënkryetari në terren dhe na premtoi që do respektohen distancat. Se edhe neve nuk jemi kundra varrezave, por duam të respektohet distanca që është me ligj 100 metra nga zona e banuar. Pardje, shohim ne kishin filluar punimet prapë aty. Dhe na thotë ai përgjegjësi varrezave që kemi marrë urdhër nga lart, këto janë distancat që do respektohen. Domethënë janë afru përsëri larg asaj 100 metrësh që thamë. Lagje Emin Matraxhiu Belebe, për problemin që nuk kemi marrë akoma zgjidhje për varrezat, zgjerimin e varrezave. Datë 26 na premtuan. Kemi takuar në kryetarin e bashkisë para i muajit, datë 26, si para javë, mushi muaj. Edhe na thanë që keni drejt, do vim terren, do zbajtojnë linë. Këmë thënë, ne s'pranojmë, asë do 100 metrit, du t'ikin fara që i kthej, se 2 vjetë zgjidhe kanë atyre, pastaj prapë do kërkojnë. Megjithatë, këta zbajtojnë ligjin me modër. Vërtet, sepse janë bërë legalizimet, aprovimi është bërë që në 2010-ën, mirë se u zvarritën dhe morë tapia në 2014-ën. Kështu që nuk qëndron ky problem, dhe e dyta është që tani jemi me fëmijë të vegjël, të vi varreza 10 metra afër shtëpisë, me fëmijë të vogël që ka njerëz që qajnë për të ardhur me tyre që kanë humbur, plus që janë dhe uret e zeza që dalin mes varrezave. Po shtëpisë tim janë 20 metra, dalin uret e zeza të gjithë lagjës. Dhe kur bie shi bllokohen. Nëse shqetësimet nuk merren parasysh, ata paralajmërojnë se do t'i drejtohen në rrugëve ligjore. Disa prej tyre shprehen se në mungesë të një zgjidhjeje do të detyrohen të braktisin shtëpitë dhe të largohen nga zona. E papranueshme, nuk jetohet. I bie të lëmë shtëpitë dhe të ikmi shtetit. Jemi me nuse, djalin aty, fëmijët e vegjël, si mund të jetosh? E papranueshme, do ikmi shtetit, di lëmë. Ndërkohë Bashkia e Elbasanit nëpërmjet një reagimi për median, sqaron se zgjerimi i varrezave po kryhet në përputhje me ligjin 9220 i vitit 2014, i cili përcakton qartë distancat nga ndërtimet, si dhe me rregullorën përkatëse për projektimin dhe ndërtimin e varrezave. Sipas bashkisë, punimet do të vijojnë duke respektuar distancën 100 metra nga banesat. Zona ku po bëhet zgjerimi është e parashikuar për varreza. Është konfirmuar edhe në planin e përgjithshëm vendor të vitit 2016, ku parashikohet shpronësimi i sipërfaqeve në interes publik për këtë qëllim. Gjithashtu në situata të caktuara lë hapësirë për të vendosur Këshilli Bashkiak.